Fjallën e ka zoti Muçi për replik. Atëre, po i drejtohem për replik ish ministrit i cili përmendi këtu policët dhe dhunë ndaj policëve, po kur ishte ministër, nuk pati kurajon të mbante përgjegjësi për policin Azbis Pahiu, i cili nga presioni i madh detyrua të hidhe nga lartësia se kishte arrestuar të birën e oligarkut. Ky është ministri i policisë pra, dhe kaq donë të din këta për policin. Tani me qënë se më të citoj mua, do të them që unë nuk bëra thirrje për Molotov, por thash që në qoftë se kjo qeveri nuk tremet nga Molotovët, të rruhet nga urrejtja e popullit. Ja, e keni mbushur kupën aq shumë, sa duhet keni kujdes kur esni rrugëve zotri, sepse populli ju urren. Këtë thash unë. Zoti Berisha replik, më pas zoti Hoxha. Qytetar dhe qytetare, edhe njerë si që theksova parë, goj për dalurave nuk duhet të përgjigje shkur. Jo, një minut. Nuk e them turp se turprohet fjala turp me te. E kuptoni ju apo jo? Unë nuk e them turp asaj se fjala turp turprohet me te. Prandaj nuk do të turproj fjallën turp. Dhe këtu them ju, absolutisht, me përgjegjësi të plot, as një polic i lënduar dhe i plagosur në spitalin e urgjencës, përkundrazi, protestues paqësor, kryengris paqësor, në lulet ballit me plumb gome që mund të çpoj me probabilitetin me të madh kafken. Tjetri në kokë, tjetri bazveshi plumin. Humor, për të mbrojtur hajdit tuaja, për të mbrojtur lubit tuaja, për të mbrojtur kryehajdut në kombit e Dirama. Dhe urdhoni si thot kjo zonja adres. Se kjo se ka, se kjo të da quni zonja adres. Sa i vete ka quajt, ti e vetëm për adresa. Edhe shko pyet pak atë atje. Fatin e ti do pësosh edhe ti. Fatin e ati Hoxha i që foli. Ju të pakten mos bëni mbrojtjen e krimit. Mos bëni mbrojtjen e krimit në këtë mënyrë se po i një peg, një sklever. Si ka mundësi. Ngrihesh dhe gjenjen. Trego. Plakt kanë, turp të kesh. Plakt kanë fotografi. Kuj ke? Kuj janë? Kanë emra. Cilët janë? Asnjë. Urdhoni. Dhe shkojnë në rrathin në komisariat. Ta mbaroj fjalin. Themun, mos i prekni me dorë në zënësit. Mos revoltoni rinin. Sa jo pasaj nuk njeh kufi. Mos revoltoni rinin. Respektojeni. Ajo protestojnë në mënyrë digjitoze, paqësore. Kryengritja jonë është paqësore. Hajduti ndiqet gjerë në vrimën e fundit. Hajduti nuk kursehet. Hajduti ndiqet dhe vetëm ndiqet. Ju kontrolli hajdutët. Zoti Hoxha replik. Kryetar, po si ka mundësi që kryetari i opozitës por edhe kur thotë të vërtetën gënjen më, si ka mundësi? Tani në lidhje me zotin Muçi, ajo ngjarje atit oficerit policisë rrugore, zotit Hasbiu, nuk është ashtu siç e thoni ju, dhe më vjen keq një deputet i ri, se e konsideroj edhe veten deputet i ri, sepse ne të rinë duhet mësojmë nga më të vjetrit, duhet marrim sa më shumë përvojë. Tani, nuk e kisha nga ai. Jo, dua t'i kthem dhe njerë, më lejoni të flas. Dua t'i kthem dhe njerë kryetarit opozitës. I thot ministres brendshme, do kesh fatin e atij Hoxhës. Po pse s'ke besim ti te mua? Po pse unë nga ministru bëra deputet, nuk e besim, nuk është rrugtimi mirë ky? Po pse të kam zhgënjyer unë?
Faleminderit. Zoti Erion Braçer ka fjalën. Zoti Braçer. Kryetar. Zoti Berisha replik dhe zoti Muçi replik. E morët ju. E kishit fjalën. E kishit. Është drejta juaj ta mbani fjalë. Po. Të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë debat. Këta janë mashtrues dhe për Edi Ramën janë në gjendje të bëjnë çdo deklarat, çdo mashtrim, janë në gjendje të pshtyjnë mbi vetën e tyre të bëjnë gjithçka. Asnjë polici plagosur. Ja u tregoj unë historinë. Shkova në urgjencë. Shkova në urgjencë. Kishin dhënë komunikatën se janë 17 policë. Asnjë. Nxirrni një gërvishtje, nxirrni një plagosur, gënjeshtar. Përkundrazi, i gjuajtet me pluma, gomen, kokë, të cilat janë letal në kokë. I gjuajtet me snajper protestuesit. Kurse për të rit t'janë të merri juaj, prisni se është fillimi, ata do u groposhtin ju. A ju që të keq trajtuat të rit me qëllim, ju që keq trajtuat me një urrëtie të jashtëzakonshme të rit në protest, prisni zemërimin e tyre, se absolutisht ju do pësoni atë që se mendoni kur, do merrni atë që meritoni nga trit. Ç'është kjo urrëtie mor? Keni mbush qelin me 12 adoleshentë, sepse sipas jush adoleshentët s'duhet protestojnë, po duhet rrinë në shtëpi, s'duhet ju urrejnë, po duhet ju ndërtrokasin. Jo, rinia shqiptare është zgjuar, do t'u fshin ju, sepse ju jeni ata të cilët qëndronin në themel të vjedhjeve tyre të mërshme, të varfrimit mjerimit tyre, dhe flet tip kishit vu në komandë, njeriu që ka lanë kap. Okej, zotin Berisha, mbaroj koha. Fjalën e ka kërkuar ministrja Koçiu, më pas zoti Muçi. Tani kam një përgjigje për zotrin që ishte këtu, që në fakt është nder i madh ta quaj zotri. Siç ishe zotrote në spital, ishim popoll. Siç ishe zotrote në spital, edhe unë isha në spital, po ti zgjodhe të mos shohësh policët, ti zgjodhe të mbyllje syt, shko dhe shikoj gjithë policët që ishin të shtruar, morën shërbim dhe janë dhe sot, asnjë, po se je gënjeshtar patologjik i nderuar, je gënjeshtar patologjik, përveç se je dhunues dhe një porositës kronik, i dhunës, i derdhjes së gjakut, e ke në gena të gjakun që do ta derdhësh me patjetër, përveç këtyre, mbyll edhe sytë edhe gënjen, nga mëngjesi deri në darkë, po si të vjen zor pak, nuk e shkove në spital, pse nuk i takove policët? Policët u dhunuan sepse u porosit dhunë nga ajo protestë që organizove zotrote. Dhe të kesh turp që vjen këtu, dhe në vend që të kërkosh ndjes dhe të distancohesh nga dhuna që u ushtrua ndaj punojësve të policisë shtetit, vjen këtu edhe thua asnjë punojës nuk u godit, po pak turp, nuk e? Po zaten prandaj të ka dënuar historia, i ke fantazmat aty në dollap i ke, dhe sigurisht nuk e marrë drejtësi deri më sot, po shpirtrave nuk u shpëton dot. Shpirtrave të gjithë atyre që ke dhunuar, ke përgjakur, ke vrarë, nuk u shpëton dot, do të përndjekin.